Takua do thot me pas frikë, respekt ndaj Allahut. Ma hiya takua? E çka është takua? Sipas një të them përshkrimi apo njoftimi apo llogaritje të takvas, sipas Hazreti Aliut radhiyallahu anhu, ai kështu e përshkruan. Ka shumë përshkrime takvaja. Ne kuptojmë takva me u gjet aty ku të urdhëron Allahu, mos me mungu dhe mos me u gjet aty ku Allahu të urdhëron. Allahu të urdhëron të jesh në xhami, të jesh në xhami. Allahu të ndalon të jesh në kazino, mos të shef Allahu në kazino. Kur të vjen vakti namazit, mos të shef tjetërkun, po në namaz. Ka shumë definicion. Definicioni sipas Aliut radhiyallahu anhu, çka është takva? Thot el khawfu min el jalil. Me pas frikë, respekt ndaj Allahut. Wal amalu bit tanzil. Dhe me vepru sipas kushtetutës islame, pra sipas Kur'anit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. War rida bil qalil. Dhe me qeni lumtur, i kënaqur me atë që Allahu ta ka dhënë prej halalit, se ajo që është pak prej halalit është më e dobishme se ajo që është shumë prej haramit. Prandaj një dua prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë: o Zot, më mjafto me halalin edhe nëse është pak, mos provo me haram edhe nëse është. Pra warida bil qalil, ti je i lumtur, i kënaqur me atë që Allahu ta ka mundsuar